Për rregullat se në Kosovë nuk e di bashkë mirë që janë, po masi jam atje që gati 25 vjetë është ma ndryshe. 1500-2000 me pas, pagesën nashta po. Kishe pranu marrë? Po, nashta po. Pas problem që ti ki dalë sy vogël atje këtu? Po tash ti njeri edhe në varet ku të shkon, po kjo është vendi që jam lindë, edhe nuk kisha pas problem do këtë mu. Ti je? Mirë. Si më kalon? Mirë shumë. Me disponim që shje? Mirë shumë. Faleminderit. Prej kajt vëna vjen? Prej Zvicrës. Prej Zvicrës, Po. Cilën vend e tonë në Zvicër? Afër Lozanës. Afër Lozanës. Po. Që sa vite je atje? Që 25 vjetë. Që 25 vite. Po. Duket që ki dalë jeri shumë atje, Po, 7 vjetë. 7 vjeçar. Po. A më tregon me jetu një vend që shosh në Zvicër, që shosh për ty? Jeton shumë e mirë, ka plot sfida, rregullat janë ndryshe, edhe qështu. Çfarë rregulla janë më ndryshe vi Kosovës kallzona? Pa tash ti me mesatare që janë njerëz me ligj pak më ndryshe, edhe zi qysh mja shku ma feradin për rregullat se në Kosovë nuk e di bashkë mirë që janë, po masi jam atje që gati 25 vjetë është ma ndryshe. A pra do kanë drejt, a këshit që Lozanën marrë me jetu në Kosovë, të është drejt rregullana. Po kisha lishu nëse ka do rregullat të tjerat, Çfarë rregulla? shëndetësor, shtet ma ndryshe, kisha ardhë. Po njerë për njerë, masi jam atje pe vogël, Problem, a? problem. Shoqëni e kretë të natë atje, problem është pak më lishu. Për çfarë pagese kisha arë në Kosovë e pënu, tregona? E pas Për çfarë pagesën, Po. 1500-2000 me pas, Po. pagesën nashta po. Kishe pranu marrë? Po, nashta Kishe po. pas problem që ti ki dalë sy vogël atje këtu? Po tash ti njeri edhe në varet ku të shkon, po kjo është vendi që jam lindë, edhe nuk kisha pas problem do këtë mu këthi. E cilën vend Kosovë je lind? Në Rovec. A, në Rovec që kemi Po, Rush. Po, Rushi Rovecit, po. A, Rush Rovec. Po. Se ju ka met Rushi Rovecit qëto? Kamet bolë. Se e keni Rushin e mirë, a? Po, Rushin e Apo mirë. dhe suare e ka jo afrot? Po, dhe suare e ka që që. A një lokalistë shumë të Rovecit ju. Unë di që femnat veç të Rovecit i merë në ju. A vërtet kjo? E vërtet, po ta shumica po ndryshojnë edhe varet që sheki pëlqimin. Mundet me pas Rovecit edhe me ndryshu. Varet. Kretë varet për njerëzve. A më vërë para kështë marrë një bajqë të Kosovës? A që jeton jashtë, shqiptare? Edhe në Kosovë kisha marrë, pse jo? Kisha marrë edhe në Kosovë ose jashtë. Tash kretë varet për njerit që ka dhe njoftimi nëse si sena. E me marrë një të huj, pas më kanë shqiptare atë shpengu? Po, besoj që po. Qarë Me traditët shqiptare nuk është njëjtë. Me të hujit nuk është njëjtë. Po. Këta që martohen me të huj? Si pas te, a bajnë mirë? Pas me tash mendimin e kanë të vetët. Nuk muj me thonë kur gjo aty, se Po, çdo ti je njerëz e kundër. ka... Pa tash unë e për veti jam kundër. Për veti, apo njerëz e respektoj nëse ka do që martohen me ndryshe nacionalitetin ose nëjsen, për vetin e kanë. S'kam koment aty. Jeton me prind? Ja, jo vetë. A vetë jeton? Po. Kom prinda që, po bënisën e kam edhe vetë. Se dim atje, dhe më thënë, familjet shumë, nuk rinë, dhe më thënë, ma shumë se 5, se 6 vetë. Po varet tash, a ki shpijen, a ki banesët, këtë varet. Qka të bënë mas shumë të stres që t'jem? Ty, në përgjithsi kështë atë. Qka bësh mas shumë të stres? Se unë Zvizra shumica të në stres kemi, për qka? Mas shumë t'i bësh? Ose jeta është ashtu stres. Jeta është shumë stres atje, po tash varet që she marrë atë stresin. Mune se marrë atë stresin shumë. Vazhdo jetën, edhe që shtot. Qka të kanë tregu ty familja për Kosovën, për traditat shqiptare? Familja? Çka më ka tregu familja për traditën, ushqimin, njerëz e respektueshme, edhe tani vetë, adin kur të vinë vetë në Kosovë, po shohësh njerëz, po shoqënohesh edhe ki familjar edhe. A jem shqiptarët ma të respektuar se zviceranët, na? Jonë ma të dashur, zviceranët janë pak ma ftoftë, shqiptarë është pak ma ndryshë.
ka dhe respekt edhe në Zvicër, ki edhe këtu. Varet që sillet tash njeri. Këtë fund, mos të marrim shumë kohë, një mesazh për këtë Kosovën, çka kishe thënë diçka? Vazhdoni Kosova që shtut, po përparohet përpara, po shkon, të në të mirat po ju uroj, edhe përshëndes kush po më nje, edhe qaq.